ka një marrëdhënie, një ngërç në marrëdhëniet jo thjesht personale me kryeministin, cili nuk e ka uruar akoma zyrtarisht, por nuk ka gjetur mundësinë edhe të urojë ose të japi mesazhe ndaj Shqipërisë kur Shqipëria bën disa hapa përpara. Për shembull, edhe sot kishim këtë samitin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor që zhvillohet në Tiranë. Pra, edhe graviteti politik, ekonomik dhe i sigurisë që ka Tirana në raport me Beogradin, duket sikur nuk është se e pëlqen, nuk e di pse, po ai duhet thoshte që është shumë mirë që ishte ka Tiranë? Jo, isha unë në forum, se më faqe për ndërhyrë, edhe takova kosovarë që ishin, ata sigurisht kishte edhe biznesmen që do t'investojnë për Shqipërinë dhe për Kosovën me 10 dhe 100 miliona euro. Por në përgjithësi, duke biseduar me ta, më falë të lutem Beni? Po, të lutem. Duke biseduar me ta, kishin këtë opinion që ndajmë ne bashkë. Do me thënë, më të fund, erdhi dita që njerëzit ta kuptojnë në Kosovë se duhet ta lënë me një anë kurtin dhe prapë se prapë nuk ishin as të kënaqur, duhet të ketë rezultat akoma më të dobët. Por mos harrojmë se biznesmenët edhe biznesi i Kosovës është elitë. Dhe elita mendon kështu. Dhe ky është problemi, është shumë të drejtë. Ka shumë ne duke dim ç'do bëj ai, sepse me elitën është sjell kështu. Ndërsa me pjesën tjetër edhe në bashkëpunime në fushat tjera, në fushën akademike, për shembull e di se sa probleme po hasin në hartimin e një enciklopedie të përbashkët, apo edhe në çështjet e tjera që mund të jetë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ju po thoni që, domethënë, kjo lloj nuk do guxohet ta quajë përplasje, po kjo lloj situate, kjo lloj atmosfere shkon deri në këtë pikë sa që nuk gjen dot gjune përbashkët as për një enciklopedi të përbashkët kombit shqiptar, sa ajo nuk është as e Shqipërisë, as është e kombit shqiptar. Ju ftoj të bëni një emision dhe do shikoni çuditëra se sa çfarë përplasje ka bërë për çështjen e alfabetin e kanë alfabeti s'ka lidhje me enciklopedinë. Të lutem, po flas për enciklopedinë, pra është frymë e përgjithshme. Unë po them edhe investimet, edhe investitorët, pra tjetër çasti kanë në Tiranë, tjetër çasti kanë në Prishtinë dhe kontrolli i shtetit mbi investimet, mbi lirinë ekonomike në Kosovë është krejt tjetër dhe ata po e ndjejnë, më të parët janë biznesmenët dhe ekonomia po e ndjejnë çastin refraktare, refuzuese të kurtit. Edhe unë e kam thënë edhe një herë tjetër, unë do ta mirëkuptoja nëse do kishte një ngërç ose një marrëdhënie jo dashamirëse me homologun e tij. Okej, se është çështje politike, le ta reduktojmë çështje politike. Po, unë nuk shoh që ka një akses dhe një komunikim formal apo informal edhe me pjesë të tjera të politikës në Shqipëri. As me një lloj institucioni tjetër, përfshi dhe opozitën, pra, të jemi sinqert. Ka një lloj asketizmi. Pra, ky lloj viktimizimi që përkon dhe edhe me blokadën që i kanë vendosur evropianë, amerikanë etj. Ai ka kaluar një lloj asketizmi, po ta shohësh. Dhe më falë se të ndërpreva. Dhe ndërkombëtarët kanë gjetë valvën e shkarkimit, thrasin kudo Vjosa Osmani dhe ndërkohë Albin Kurti rrin për Shqipëri. Po, dakor, të ndërlaj problem, Vjosa Osmani është në Mars. Tani të flasim. Pastaj si bishë, për shkak se duhet izolohet, vetë izolohet Kosova pastaj, nëse ajo nuk zgjidhet më presidente. Pavarësisht dhanë përgjigjen edhe zgjedhjet lokale. Po, edhe për këtë që theti. E dhanë përgjigjen. Cila ishte përgjigjja sipas teje? Modifikimin shifra i LVV-s, patjetër. Ulja. Patjetër. Përqindje. Sepse, më fal. Po, e la për Prishtinën. Kemi qenë shkurt kërkoj ndesë. Vetë se këtu jemi. Po, kjo temë jemi mbledhur. Kemi qenë shkurt që Kosova nuk prodhon dot qeveri qendrore. Me qëllim, thonë amerikanët. Amerikanët thonë me qëllim, po. Nga kryeministri vogël. Dhe me zim mblodhi parlamentin. Tani, i bie që bëhen zgjedhje lokale në tetor, mbyllen balotazhet sërish brenda muajit dhe pushteti lokal vazhdon ciklin e vet normal, ndërkohë që pushteti qendror vazhdon kolapsin e vet tashmë normal. Dhe gjitha kjo është produkt final, mendoj unë, i kryesisht i atyre që qeverisin Kosovën dhe që janë forca parë, sepse i zoti shtëpisë ka përgjegjësi për shtëpinë. Dhe është sjellja asketike dhe e afët e Albin Kurtit për të mos gjetë asnjë pikë takimi me askënd, për të qenë vazhdimisht në gjendje prag revolucioni, sulmi, tallje i çdo lloji kundërshtari që i del në horizont, shpërfillje i ndërkombëtarëve, i politikash ekonomike të cilat kanë sjell në rastin më të mirë stagnacion dhe e vurin duke dhe ambasadori që
është një qasje krejt tjetër, edhe ndaj biznesit e çdo gjë, edhe Frogu besoj e vjetre. Domethënë, Tirana është krejt ndryshe. Unë mendoj se kjo e bën vuaj në thelb Kurtin, i cili ka dhe një dosë madhe narcisizmi, kërkon që aty ku ai tjetë qoshja, si Jul Qezari. Që të bëjmë golin nuk e bën dot ai, do ta bëjë një futbollist. Ai do të bëjë golin e kombëtarës së Shqipërisë, nuk ka veshur dot pucët me tak. Ishte pra stadium. Golin zgjedhje nuk e bëri. Edhe kur mbahet një summit në Evropë, dhe mbylla. Edhe kur mbahet një summit në Evropë, ose një takim i një formati caktuar në Amerikë, dhe ai nuk ftohet, po ftohet Vjosa Osmani natyrisht që tek ai unë mendoj se kjo krijon precipiton mlef dhe dëshirë për vetë izolim. Kthehemi gjithmonë Sokol tek fantazma e vjetër e dumbabizmit që jemi më mirë po të kemi votat e Shiakut dhe të Durrësit të Tiranës se sa të Inglizit edhe të Frëngut. Megjithatë, efekti duket në zgjedhje, por ajo që më duket shqetësuese, Artur, duke pasur parasysh çka ka ndodhur 2-3 vitet e fundit sidomos në veri të Kosovës, fakti mbajtjes zgjedhjeve njanshme, kostot e mëdha që pagoi vendi, që pagoi Kosova, pasojat që vinë, pastaj shkak pasojat t'ja gjesh lidhën shkak pasoj, ndoshta është çike vështirë dhe nuk është politikisht korrekt, po le të themi akti terrorist i Banjës që ndodhi në këtë lloj klime, nga element terrorist të Kosovës sponsorizuar nga Beogradi. Por ajo që të më përshtypje në këto zgjedhje është që prodhoi një unifikim të votave të pakicës serbe, e cila solli që në raundin e parë fitore në 9 komuna. Pra le të themi as balotazh as direkt fitore në 9 komuna lidhë serbe. Pra le të themi gjithë ajo gjoja në fund fare çfarë prodhoi? Unifikoi votën e pakicës serbe. Sigurisht me sponsorizim të Beogradit, patjetër, nuk diskutohet. Po varet edhe çfarë terreni krijon di kundërshtarëve. Sigurisht, unë besoj që në një farë mënyre mund ta trajtojmë dhe si fillimin e fundit të suksesit ose të populizmit të këtij politikani, i cili në një farë mënyre populizmi të jep një lloj suksesi, po ta jep me një limit kohe të caktuar. Dhe basti i tij politik kanë qenë komuna serbe, sepse ai ka përdorur forcën e shtetit, forcën e ligjit, dhe ka thënë që unë i kam njësuar të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Në fakt, të zgjedhje treguan që kjo gjë nuk ka ndodhur. Dhe kjo është beteja humbur e zotit Kurti. Dhe ka dhe një element tjetër që ta nisim dhe nga editoriali juaj. Ju kujtoni në spotin tuaj, që e keni ndërtuar sfundi, kujtoni një intervistë me të dhe i përmendi periudhën e opozitarizmit dhe periudhën e pushtetit. Dhe në fakt është kështu loja. Ai në pushtet u bë politikani klasik, ndërsa në opozit ishte revolucionar. Nuk është një lloj si tribunat elektorale dhe ndryshe kulish ka rrinë kryeminist. Në fakt, unë edhe ndeshja ka influencuar drejt për drejt, sipas leximit tim personal, në zgjedhje. Unë në një televizion tjetër, kryetari aktual i Bashkisë së Prishtinës u pyet nëse do ishte dakord humte ai zgjedhjet apo të humte Shqipëria ndeshjen. Dhe u përgjigj, jo, më mirë të humbun ndeshjen time dhe të fitoj Shqipëria. Dhe në fakt, të gjitha rezultatet tregojnë që elektorati ka lexuar dhe në mënyrë sportive dhe i ka dhënë shansin këtij pavarësisht balotazhit, por i ka dhënë shansin për të vazhduar lojën, dhe ndoshta balotazhi do ta kthejë në lojë, do ta mbajë në lojë, jo të kthejë në lojë. Kështu që unë besoj që edhe për këto deklarata, Rama. Jo, Rama besoj është themun pranë rizgjedhjes, po pranë rizgjedhjes, po edhe kjo ka influencuar. Siç po penalizohet Kurti në këtë qasje, siç diskutojmë ne këtu, diskuton dhe elektorati para kutisë, diskuton para kutisë, diskuton dhe në kuti. Të gjitha këto besoj që është një politikan eksentrik, i cili kërkon që o të fitoj çdo gjë me të, ose të humbi çdo gjë pa të. Domethënë, edhe të gjitha rezultatet këtë tregojnë. Në të gjitha bastet që ka vënë, ai do ta fitojë, ta bëj golin vet, siç e përmendet ti në metaforë. Po, jo, ai s'ka metaforë. Po se bëri vet, më mirë ta humbi ndeshjen, edhe Kosova, edhe Shqipëria. Ai kur ka parë ma si nuk njësa në futbolli. Dhe unë besoj që ai ka dhe një problem me Ramën. Unë qesh, po e kam seriozisht,
Po. Po me Ramën ta ketë probleme, nuk ka problem. Po jo, po nuk e ndan dot Ramën nga Shqipëria ai. Sepse edhe është e vështirë për ta ndarë. Është e vështirë për ta ndarë. Me Ramën ta ketë probleme. Me duhet dhe me realisht është gjë ka një diferencë. Nuk e ndan dot dhe atë e ka kështu, e ka kompleks. Dhe ky kompleks sigurisht pasqyrohet dhe me Shqipërinë pastaj, me rezultatet. Dhe në fakt jo vetëm elektorati po e lexon kështu, po ju kujtohet ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët po interpretojnë qartazi më mirë presidenten, ta ftojnë, kishte një çmim sot nga NATO, pavarësisht se me koncept gjinor, po sigurisht është dhe politik, zonja Osmani u vlerësua nga NATO, dhe zonja Osmani u vlerësua në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kurse ky zotëria shkoi dhe takoi vetëm student, dhe nuk bëri asnjë takim zyrtar të rëndësishëm atje, edhe me Europën po e njëjta gjë, duhet ishte sot në Tiranë, edhe nesër në Tiranë, nuk e di në do jetë nesër, sot nuk ishte, që tjetë pjesë e dialogut me ndërkombëtarët, edhe nëpërmjet Shqipërisë. E vetmja që nuk është është forumi i parë midis Bashkimit Evropian dhe Ballkanit. Është i pari, është themelohet në Tiranë. Dhe shumë e rëndësishme për arsye se është Van der Leyen do shkojë edhe në Kosovë. Po patjetër. Po është marrëdhënia financiare, marrëdhënia e biznesit midis Bashkimit Evropian dhe $1 miliard euro në lojë. Megjithatë, Ben, për të treguar se sa themi, nuk e di, duket ndonjëherë si ndonjëherë pushen yjet dhe bëjnë tezësh para, sikur ato nuk pushen fare çfarë do të bësh ti. Shikoni pak çka ka ndodhur në Mitrovic. Mitrovic, shikoni pak një mural që i kushtohet datës 11 tetor dhe i kushtohet Rej Manajt. Pra kjo pikërisht pak orë para fillimit zgjedhjeve lokale. Pra Rej Manaj bën që bëhet heroi edhe i Kosovës dhe duket sikur për shembull kjo murale për shembull kur shikon Kurti besoj që a mendon që ai fillon të reflekton se diçka shkon gabim me të? Nuk besoj që thellohet kaq shumë. Mendoj se përballë reagimeve amerikane dhe gjithë kontesteve, përfshi edhe këto tonat, prisja që do të kishte një rezultat më të dobët zgjedhor, të jemi sinqert. Mendoja që elektorati i Kosovës do të i lexojë këto mesazhe, sidomos nga Shtetet e Bashkuara që e bën shumë të qartë, që kërkojnë një partner të ri për të qeverisur. Dhe mendova që kjo do të reflektojë në zgjedhjet. Me sa duket, elektorati kryesisht në zonat rurale të tjerë nuk është aq i vëmendshëm për të kuptuar këto mesazhe, dhe ai ka përdorur mekanizmat e vet elektoral për ta rifituar këtë votë. Por në anën tjetër, humbja e tij më e madhe është veriu. Sepse është investuar jo vetëm në këtë zgjedhje, është investuar 4 vite, pra e ka lënë veriun të pamenaxhuar. Pavarësisht se ka vënë 4 shqiptarë në krye të komunave, por de facto Kosova nuk është se ka patur një akses të mirëfillt për ta menaxhuar veriun. Është tjetër gjë të dërgosh policinë dhe njësi speciale dhe të sigurisë për ta mbajtur në kontroll një territor, dhe tjetër është ta integrosh, ta bësh pjesë të menaxhimit dhe të politikave të tua. E kjo nevojitë, integrimi jo dhuna. Edhe dhuna shtetit nuk pranon. Dhe tani çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që pas 4 vitesh, të njëjtët aktor me një argument shumë më të fortë rikthehen dhe do t'i vënë barrierat e tyre. Pra ata tregojnë që kreu i politik i tyre është Vučić, siç edhe duket. Shikoj, edhe kjo është e bukur, kjo fletë votimi, që dhe kjo ka shfaqur në disa fletë votimi dje gjatë zgjedhjeve në Kosovë që kanë votuar Rejmane. Pra për treguar se sa vlerë kishte kjo për ne. Se ne harroj, por në stadium ju i dëgjuat thirrjet që ishin për Kosovën. Dhe si thush, goli i Rejmanit i dha përgjigjen më të bukur, më të fortë. Dhe ata e mbyllën gojën. Pastaj filluan tonin piksi shkon në shtëpi. Nuk kishin më me trajnerin e tyre. Nuk kishin çfarë përgjigje më të madhe. Pra nuk